unë bëj pjesë tek ata njerëz të cilët besoj se ne në Shqipëri nuk kemi çmime të lira dhe nuk e shikojnë në horizont që ne kemi një trend rënës. Nga ana tjetër ne shikojmë që Shqipëria është në një fazë shumë të rëndësishme, siç është antarësimi në Bashkimin Evropian dhe aty besoj që sërish do të kemi një rritje tjetër të çmimeve. Është një proces që unë them gjithmonë, ne kanë kaluar edhe vendet që janë bërë antarë të Bashkimit Evropian si Kroacia, Rumania, Bullgaria. Besoj e njëjta gjë do ndodhi edhe në Shqipëri. Në momentin që do antarësohemi në familjen evropiane, mendoj që këtu do të kemi sërish një pjesë të rritjes së çmimeve. Tani besoj me interes janë jugu, zonat bregdetare ku... Jo vetëm. Jo vetëm. Në hartën e turizmit në Shqipëri ne shikojmë së fundmi edhe Shëngjinin, edhe Velipojën, Durrësi është zemra, le të themi, e turizmit masiv dhe numrit më të madh të apartamenteve. Pra, kur flasim nga Durrësi deri në Qerreti, Ngolemi, gjithë kjo pjesa, është një nga potencialet e mëdha të zhvillimit të Shqipërisë, aty ku është pozicionuar një pjesë e madhe e blerjeve, ndërsa jugu është për një kategori të caktuar. Sigurisht atje kanë shkuar investime, kanë shkuar rezortet më dhaja, por çmimet pa diskutim janë shumë herë më të shtrenjta se